Coach, very tough game, very intense game. In the first half, you were down 20 points, and then you fought. What was the key to the factory tonight? We didn't protect the paint on the proper way. They really over-rebound us, and I think that mentally they came much better prepared into the game than we. So this is our responsibility. I'm proud that we never give up, that we find a proper mentality in the second half to get back into the game and to win. But even if we won, if Peja won in this game, it wouldn't be undeserved. Yeah? Thank you. Thank you. Adhurues të basketbollit, pra I thash e pyeta trajnerin Jovic se ishit minus 20 pikë në pjesën e parë, megjithatë u kthyehet në pjesën e dytë, çka ka qenë qersi I fitores sonte, po tha ne kemi hi në lojë jo të përgatitur mirë psikikisht sikurse skuadra e Go+5, e cili është shumë koncentruar, hyri me vendosmëri. Mirë po, ajo që më pëlqeu ishte se nuk kemi dorëzuar dhe kemi luftuar dhe jemi kthyer në pjesën e dytë, pra këmbëngulësia e skuadrës së Bashkimit për të fituar. Kemi bërë shumë gabime në pjesën e parë, mirë po këto me mbrojtje I kemi përmirësuar në pjesën e dytë. Ishin fjalët e Igor Jovovicit, pra po e përmbylli pas ka ndeshjen në Minatori Trepça Rahoveci, me cilën mbyllet edhe xhiroja e 20, pikërisht dy skuadra të cilat do të ndeshin të mërkurën brëma, nga ora 19:30 në Mizaj Risma në Rahovec në finalen e Kupës së Kosovës 2026 për herë të dytë dhe për herë të tretë në 5 vitet e fundit. Pra do të jetë kjo një super ndeshje mes të dy top skuadrave, Trepçës dhe Bashkimit. Do të jemi atje së bashku, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me adresën numër 1 të basketbollit në vendin ton, Art Motion. Ju faleminderit në emër të Oksigenit I cili realizoi sonte dhe në emrin tim. Ju ftoj që të vazhdoni të qëndroni edhe më ndeshjen tjetër Trepça Rahoveci.